për të adresuar gjetjet e publikimit tonë më të fundit mbi tregtinë elektronike për bizneset në pronësi të grave dhe komuniteteve pakic në Kosovë. Ky raport është pjesë e një serie të publikimeve që Instituti GAP ka realizuar për të parë sfidat dhe mundësitë me të cilat këto biznese përballen në tregun kosovar. Në ulëmtimet e tona më parshme, kemi identifikuar disa sfida kryesore me të cilat këto biznese përballen, duke përfshirë çësjen e kufizuar në financim, mungesën e rrjeteve të mbështetjes, si dhe mungesa e aftësive digjitale dhe të marketingut. Pra, gjitha këto të nevojshme për të zgjeruar edhe më tutje veprimtarinë e tyre. Një tjetër problem madhor është se këto biznese zakonisht operojnë në tregje tradicionale, ku konkurenca është më e ashpër dhe hapësirat për rritje janë më të kufizuara. Në këtë kontekst, tregtia elektronike apo e-commerce është një mundësi shumë e madhe që për t'i adresuar disa prej këtyre sfidave dhe ajo ju lejon këtyre bizneseve që të lidhen më lehtë me konsumatorët e tyre, ju ndihmon që shërbimet e tyre përmes platformave, përmes këtyre shërbimeve, përmes platformave online, të zgjerojnë target audiencën e tyre, si dhe të shesin më shumë produkte dhe shërbimet e tyre. Kjo gjithashtu edhe redukton kostot operative, si dhe krijon mundësi për të lidhur me tregjen ndërkombëtare. Mirë, po cila ka qenë tërë metodologjia të cilën e keni përdorur që ndoshta edhe këto gjetje më pas të jenë në raportin e juaj, në cilat biznese ndoshta e keni anketu, apo keni pasur ndonjë grup mosh, nga cilat komunitete apo si themi në përgjithësi? Po, në këtë studim kemi përdorur një metodologji të kombinuar, pra kemi përdorur një anketë gjithëpërfshirëse, kemi organizuar 2 grupe të fokusit si dhe disa intervista individuale. Sa i përket anketës, ajo ka qenë gjithëpërfshirëse, pra ndarë e kryer në 38 komuna të Kosovës, për biznese kuptohet mbi moshën 18 vjeçë dhe me besueshmëri 95%. Në këtë anketë kanë marrë pjesë 757 biznese, prej tyre 399 janë biznese në pronësi të grave, ndërsa 358 janë biznese në pronësi të komuniteteve pakic. Sa i përket masisë së bizneseve, ato ishin të kombinuara, apo kryesisht 99% prej tyre janë biznese mikro, që do të thotë ato kanë të punësuar 1 deri në 9 punëtorë, ndërsa pjesa tjetër janë biznese të vogla dhe biznese të mesme. Tek bizneset në pronësitë e grave vrehet një pjesëmarrje e lartë në rajonin e Prishtinës, në Prizren, në Ferizaj, në Pejë dhe në Malishev, ndërsa për bizneset të cilat janë në pronësi të komuniteteve pakic, pjesëmarrja, pra norma më lartë e pjesëmarrjes ka qenë në Prizren, në Graçanic, në Mitrovicën e Veriut, në Shtërps dhe në Leposaviç. Në bazë të këtyre intervistave, cilat kanë qenë pyetjet që u keni parashtruar atyre? Pra, ne jemi mundu që të identifikojmë se sa prej këtyre bizneseve kanë prani online, qoftë përmes rrjeteve sociale, përmes faqeve apo platformave të integruara të e-commerce-it, si dhe të shohim sa prej këtyre bizneseve po e përdorin këtë prezencë online për të qasur në tregti elektronike. Pra gjetjet e anketës tregojnë se 57% e bizneseve në pronësi të grave dhe 56% e bizneseve në pronësi të komuniteteve pakic kanë prani online përmes platformave të cilat i përmenda. Por vetëm 28% e bizneseve të grave dhe 49% e bizneseve të komuniteteve pakic e shfrytëzojnë këtë prani online për shërbimet e tyre për tregti elektronike. Po. Përpas kësaj, gjetje të tjera cilat janë? Shumica nga këto biznese të cilat kanë marrë pjesë në anketë janë të operojnë në sektorin me tregtisë me shumicë dhe me pakicë, sa i përket gjenerimit të hyrave, shumica prej tyre nuk gjenerojnë më shumë se 20%, 25% në fakt të hyrave. Kjo do thotë se edhe pse viteve të fundit është rritur prezenca online si dhe tregtia elektronike, prap këto biznese nuk arrin që të gjenerojnë shumë të hyra përmes tregtisë elektronike. Sa i përket
moshës, shihet që grup mosha 35 deri në 54% janë më të përdorin më shumë tregtinë elektronike, ndërsa bizneset të cilat janë më të konsoliduara, pra bizneset të cilat janë themeluar në vitin 2010 deri në 2019, kanë më shumë prezencë online dhe përdorin më shumë tregtinë elektronike për shitje dhe ofrimin e shërbimeve të tyre, krahasuar me bizneset të cilat janë themeluar gjatë pandemisë apo dhe pas saj. Sa i përket platformave të integruara dhe gjetjen nga focus grupe, del që rreth 70% prej tyre besojnë që platformat e integruara janë shumë efikase për shkak që ato rritin dukshmërinë dhe besueshmërinë e produktet të cilat këto biznese i ofrojnë. Por për ne është më rëndësishme që duke marrë parasysh që rreth 83% e bizneseve në pronësi të grave dhe 80% e bizneseve në pronësi të komuniteteve pakic nuk kanë marrë asnjëherë ndonjë trajnim sa i përket përdorimit të teknologjisë apo marketingu digital, dhe kjo thekson nevojën e veçantë që këtu bizneset kanë për të marrë trajnime të cilat janë të personalizuara në lidhje me kërkesat e veçanta që këtu i kanë, që ta shfrytëzojnë sa më shumë tregtinë elektronike për të shitur dhe promovuar produktet e tyre. Pra ishin ato biznese të cilat janë krijuar gjatë pandemisë edhe nuk e përdorin mjaftueshëm pra në përgjithësi tregtinë online apo jo? Mundohen ta përdorin, po krahasuar me bizneset të cilat janë themeluar shumë herët, ato kanë një pjesëmarrje shumë të lartë në tregtinë online. Po pse mendoni që kjo, për shkak se në koha pandemisë ishte shumë, themi, në një periudhë shumë të afërt, edhe ndoshta ne tani po jetojmë në botën e digitalizimit ku teknologjia edhe në fakt promovimi më i mirë bëhet tani përmes rrjeteve sociale, po ashtu edhe mënyrave elektronike. Mirë, po pse mendoni që pikërisht ato biznese të cilat janë krijuar kohë më parë, ndoshta kanë marrë mësim edhe dinë shumë mirë se si zhvillohen biznesin e tyre apo ku qëndron problemi? Këto biznese pra vetë se janë më të konsoliduara, sa më shumë vite eksperiencë në menaxhim të biznesit, normal që mund është mi zgjeru edhe tregtinë online, po edhe tregtinë përmes rrjeteve tradicionale. Pandemia e vërtet që ka përshpejtu tranzicionin në online, mirë po prap bizneset të cilat janë kriju gjatë kohës pandemisë për t'ju përgjigjur kërkesave janë akoma të vogla, të reja dhe duhet të konsolidohen në vitet e ardhshme. Përpos pandemisë, një faktor që ka ndiku shumë në shitjet online viteve të fundit kanë qenë edhe shërbimet financiare, jo vetëm pandemia, por mbi 51% të përdoruesve të internetit në Kosovë tani kanë blerë të paktën një herë online, qoftë prej blerësve vendor apo të atyre të jashtëm. Kjo është me zhvillimin e sistemeve të EID-s apo përdorimi i kartelave kredit dhe atyre debit. Ndërsa me të hyra si që ndrojnë, pra kanë përfitime mjaftueshëm nga ato të cilat arrin ndoshta t'i shqesin se cilin produktet tyre përmes online apo ndoshta mbesin prapë në atë mënyrë të themi tradicionale që më mirë të shkosh direkt tek vendi që ta marrësh produktin se sa të proceshosh online. Sa i përket gjetjeve të anketës, del që nuk gjenerojnë më shumë se 25% të total të hyrave, që do të thotë pra bizneset vazhdojnë të shesin produktet e tyre ose të ofrojnë shërbimet e tyre përmes metodave tradicionale, sepse për ta është me lehtë dhe ka shumë probleme sa i përket logjistikës, menaxhimit të inventarit, shpërndarjes së porosive, kështu që për ta është shumë e lehtë që të vazhdojnë edhe të shesin produktet e tyre në mënyra që kanë funksionuar më herët, pra në mënyrë tradicionale. Ju e përmendët po ashtu që një gjë që ndoshta ka ndiku pikërisht te kjo është mungesa e trajnimit të gjitha këtyre bizneseve të reja që nuk dinë ndoshta se si ta ofrojnë produktin e tyre apo gjithçka që kanë tek publiku ose tek audienca tjetër, edhe pse ndoshta i kanë rrjetet sociale. Një mesazh ndoshta nga ana juaj që ti përdorin sa më shumë, sepse tashmë meqense jemi në botën e teknologjisë me gjashtë dhe tyra do t'i kemi më të maja nëse i përdorin ose nëse shkojnë në trajnime të më të tjeshme, sepse nuk përfundon puna atë vetëm që të hapësh një biznes, por duhet të punosh edhe të promovosh edhe po ashtu ta zhvillosh atë. Duke marrë parasysh interesimin e lartë edhe të bizneseve në pronësi të grave dhe ato të komuniteteve pakiq që të marrin sa më shumë trajnime, do të thotë prej të gjitha llojeve të trajnimeve, gjithmonë kërkesa më e madhe është për trajnime të cilat kanë të bëjnë me promovimin me përdorimin e teknologjisë dhe kështu të shihet që ka kërkesë madhe dhe ne rekomandojmë që edhe organizatat e huaja, edhe ato lokale dhe institucionet të ofrojnë sa më shumë trajnime për këto biznese, por është edhe rëndësishme që
të subvencionojnë tarifat që këto të marrin pjesë të integrohen në këto shërbimet e integruara si kurse Gjirafa, dyqani, në mënyrë që ti promovojnë shërbimet e tyre, produktet e tyre, duke marrë parasysh që tarifat, këto bisedë shprehen që tarifat janë pak të shtrenjta dhe nuk mund t'i përballojnë, por në anën tjetër promovimi në këto platformat e integruara është shumë i rëndësishëm për ta, sepse e promovon imazhin, brandin e tyre dhe tregon besueshmëri më të madhe në lidhje me konsumatorët. Faleminderit shumë Ernira dhe Anisa.